Zyra e prokurorit të specializuar ka njoftuar se ka përmbyllur paraqitjen nga ana e saj të provave në gjyqin ndaj ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Gjyqi filloi më 3 prill 2023. Sipas njoftimit në procesin e paraqitjes së provave të saj, ZPS-ja thirri për të dhënë dëshmi drejt për drejt në sallën e gjyqit 125 dëshmitar. ZPS-ja paraqiti rreth 3000 prova materiale në shumë gjuhë. Po ashtu, ZPS-ja ka bërë deri më sot 1430 parashtresa lidhur me këtë çështje gjyqësore. Zotërin Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi akuzohen për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, përfshirë vrasjen e më shumë se 100 viktimave, si dhe mbajtje në paraburgim në mënyrë të paligjshme e torturimin e qindra viktimave, thuhet në njoftimin e prokurorisë speciale. Sipas aktakuzës, krimet u kryen kundër qindra civilëve dhe individëve që nuk ishin pjesëmarrës në luftë në një periudhë prej të paktën marsit të vitit 1998 deri në shtator të vitit 1999 në shumë vende në të gjithë Kosovën dhe në Shqipërinë e Veriut. ZPS-ja njofton po ashtu se në këtë gjyq janë pjesëmarrës më shumë se 150 viktima dhe ata përfaqësohen nga avokati i viktimave. Sipas ZPS-s, prokuroria specializuar Kimberly West ngriti lart kurajën e viktimave dhe dëshmitarëve që dhanë dëshmi në këtë gjyq gjatë 2 viteve të shkuara. Gatishmëria e dëshmitarëve për të dëshmuar ishte jashtëzakonisht e rëndësishme dhe unë duar trokas kurajën e tyre që dhanë dëshmi në sallën e gjyqit, tha prokuroria e specializuar. Mëtej ajo shprehu gjithashtu mirënjohje ndaj të gjithë atyre që bën të mundur që ZPS-ja të paraqiste provat e saj. Ne duhet gjithmonë të përballemi me krime si vrasja dhe tortura, vazhdoi zonja West. Për Kosovën është elbësore që sundimi i ligjit dhe procesi gjyqësor në sallën e gjyqit të respektohen me qëllim që të ruhet integriteti dhe pa anësia e procedurave dhe të gjendet e vërteta.